Pro zgjedhjes së saj në këtë pozitë kanë qenë 66 vota, 44 kundër dhe 8 abstenime. Albulina Agjiu është zgjedhur kryetare kuvendit të Kosovës për legjislaturën e 10. Ajo të mërkurën mori 66 vota për, ndërsa 44 ishin kundër dhe 8 abstenuan. Albulina Agjiu do të jetë kryetaria e kuvendit të Kosovës, e cila ishte kandidate edhe në përpjekjet e deputetëve për ta formuar legjislaturën e 9, e që përfundimisht rezultoi me zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, lëvizja vetëvendosje fitoi më shumë se 51% apo 57 ulse në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës mori 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 15, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6, ndërsa 20 ulse janë të rezervuara për komunitetet jo shumicë.